shumë e rëndësishme si do të rrugtoj brenda LDK-s. Zonja Faria Oti është një figurë publike respektuar që i bën nder edhe kuvendit, edhe politikës. Ka me mira njerëz, mos them me 10 mira, me 100 mira njerëz Kosovë që mund të japin shumë politikës, siç është edhe zonja Faria. Problemi është jo a ka kush të hyjë në parti, po a kanë ata se ku të hyjnë. Kur them a kanë ata se ku të hyjnë, numerikisht qëndrojmë kogja mirë me parti, numerikisht kemi kogja do parti politike, po si cilësi pastaj, si parti politike, nuk është që këta njerëz kanë se ku të hyjnë pastaj. Sepse në rast se bëhen pjesë e partive, nuk është që jipet shumë hapësirë brenda partive politike, më shumë shihen si numra, mënyra e rekrutimit kur dikush fton, qof lideri ose pastaj kërkon një lloj lojaliteti ndaj atij lideri. Ai lojalitet pastaj manifestohet edhe në kuvend. Ne pam kuvendin që ishin lider të partive ata që e përcaktuan. Domethënë kanë qenë 3, 4, 5 figura, ndërsa 100 e sa deputet tjerë kanë qenë vetëm numra, domethënë. Asnjëri prej tyre nuk dilte kundër liderëve të vet, sepse është përgjegjësi e gjithëve shkur janë zgjedhje. Gjithë kanë përgjegjësi, që gjithë deputet. Fundja secili e ka një votë aty. Dhe kjo mënyrë rekrutimit pastaj nuk është që jep shumë ose i ofron shumë hapësirë ose mundësi për t'i dhënë edhe politikës, edhe demokracisë në përgjithësi. Kjo është një shenjë që ajo ndoshta do të futet në LDK ose por besoni se do të mbledh Osmani figurativisht edhe figura të tjera të ngjashme sikurse ajo. Besoj se po, por tash ideja është pse i mbledh. Ai mbledh për të shkuar vetë fuqishme brenda LDK-s apo i mbledh për të pasuruar idetë që mund të ketë një parti, që mund të japin edhe zonja Faria edhe zotëri tjerë, zonja tjera që mund të jenë pjesë e listës ose mund të bashkohen. Kjo më shumë po shihet si një mundësi që kthimi mos tjetë vetëm, po kthimi ndoshta tjetë me një grup të rëndësishëm të njerëzve, që pastaj kjo do ta determinoj edhe qëndrimin e saj brenda LDK-s, jo vetëm si zonja Osmani, po edhe si një grup i caktuar i LDK-s, që pastaj mund të ketë një lloj ndikimi te grupe tjera brenda LDK-s. Kjo mund të krijojë një lloj rivaliteti, pastaj mund të krijojë edhe fraksione të ndryshme, edhe te ne kryesisht fraksionet tek partitë janë të lidhura rreth një individi, jo rreth ideve, jo rreth ideologjive. Dhe kjo pastaj mund deri në mas ndoshta ta vështërsoj jo kthimin, por rrugtimin brenda LDK-s se si do të hapësirës vepruese për ta. Hapësirës vepruese, po dhe si do të jetë relacioni me ata që janë kundër zonës Osmani si kthehet në LDK, sepse ndoshta ajo kthehet e mendon me qëndru në LDK, jo që të kthehet vetëm këto zgjedhje, dhe shkurja me një grup të njerëzve është një lloj shenje që do të kthehen LDK-s me një peshë më të madhe elektorate, ndoshta duke përpjekë që një farforme këtu mund të ndjet rreziku nga disa deputet, eksponent aktual të LDK-s. Gjithsesi, sepse ata që shkurja e një grupe ata që hyjnë në listë, ata që kërkojnë që të bashkohen pas një individi, ata kërkojnë ndoshta numra të lartë në listë, sepse sa më lart që jenë listë, mundësia për të bërë deputet është më madhe. Kjo pastaj mund shkaktoj reakcion tek ata që vetëm janë deputet ose janë kundër zonës Osmani LDK, dhe kjo mund t'i shtoj besoj ndoshta përçarje në rast se LDK-ja nuk di se si t'i akomodoj që gjithë, ose përpiqet që t'i jap përparësi këtij grupi ndaj grupit tjetër, kjo mund ta thellojë edhe më tutje përçarjen brenda LDK-s. Profesor pak më ndryshe se kolegu. Në rrethona tjera, dhe të isha pajtu më 100% me kolegun, por në këto rrethona tanishme, ku LDK-ja veç vitet e fundit